Furgoni që u përplas me Renault me pasoj vdekjen e 3 personave dhe plagosin e 5 të tjerëve, ishte me 160 km/h. Ekspertët kanë nxjerrë shkaqet e aksidentit në Levan Tepelen. Ndërsa ka bërë një parakalim të gabuar në autostradë, drejtuesi i furgonit të mallrave për shkak të shpejtësisë së madhe humbi drejtimin dhe u përplas kokë me kokë me mjetin tip Renault. Nga kjo përplasje, vdiqën në vend drejtuesi i furgonit dhe 2 personat në makinën tjetër. Në përplasje u përfshi edhe një Benz që ndodhej pas Renaults. 5 personat që ndodheshin aty u plagosën dhe u dërguan në spital. Aktualisht të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Ekspertët konstatuan se asnjë nga viktimat nuk kishte rripin e sigurimit. Drejtuesi i furgonit e kishte vendosur formalisht për të mos u diktuar nga patrullat e shërbimit rrugor që ndodheshin në autostradën Levan-Vlorë. Ende nuk ka të dhëna nëse ndonjë nga drejtuesit e mjeteve kishte konsumuar alkol apo jo.